pranoi gjykata një lloj përgjigje, por përgjigje lutem ishte në një fjali, sipas të cilës Këshilli Komunal nuk posedon të dhëna konkrete, shkresa, dokumentacion, meqense punohet për lanë të vjetër, punohet për vendim të vjetër, dhe ne nuk kemi në arkivin e jonë këto të dhëna. Qeveria nuk na dha përgjigje se ka pas mendim, ka pas pëlqim, ka dhënë pëlqim ose nuk ka dhënë, pa ta si veprojnë. Ata neve na sjellin vendimin qeveritar se si shpjegohet edhe si rregullohet çështja e vendimeve komunale, me të cilat vendime rregullohet edhe bëhet emërimi i rrugëve. Po ka qenë një informacion tepër i nevojshëm për gjykatën kushtetuese në këtë rast, profesor, se ka qenë pjesë e vendimit të juaj, do të thonë informacioni i qeverisë, dhe të mos pritet ai informacion. Po të vërtetoj fjalën, ky është ai shkaku kryesor që ne tre gjykatësit e dajtëm mendimin edhe tham, meqense ne tash ja e shqyrtuam landën, kemi pas disa seanca për këtë landë, edhe në seancën e fundit, kur duhet ta konstatojmë, ta vërtetojmë gjendjen faktike, në gjendjen faktike ne nuk kemi domethënë të dhëna se me të vërtetë ka pasur qëndrim edhe mendim edhe vendim nga ana e qeverisë ose nuk ka pasur. Meqense nuk kemi këta të dhëna, duhet vendimi të jetë domethënë në favor të vendimit edhe vendimit të ngelin në fuqi. Ajo të miratohet vendimi, mirë po nga shumica votuam vetëm 5 vetë, se 9 nuk kemi tash, gjykatësi 9 akoma nuk është i zgjedhur, jemi 8 vetë, 3 vetë domethënë votuam kundër, faktikisht na mbi votuan 5 vetë e sollën vendimin me shumicë të thjeshtë që vendimi i komunës të abrogohet. Në bazë të shpjegimit juaj, profesor, atëherë i bi që pa fakte ka vendosë gjykata kushtetuese, me që nuk ka disponu fakte, a ka pasur apo nuk ka pasur pëlqim nga qeveria në rastin konkret? Po ky është edhe fakti, prandaj ne e theksuam se nuk mundemi të konstatojmë se vendimi komunal është jo kushtetues, se ne në gjendjen faktike që kemi vërtetuar nuk erdhëm në të dhëna konkrete rreth mendimit të qeverisë. Dhe thonë ju si gjykatës shqiptar që jetë në mbrojtje të patjetër të vendimit. Edhe tham se nuk ka nevojë të greta çplun, meqense punohet për një vendim shumë i vjetër, prodhon efekte juridike, është fuqi juridike, zbatohet edhe tash, a çështja e mendimit pozitiv ose negativ, ne nuk kemi të dhëna se ka ose nuk ka një vendim të tillë, një mendim të tillë, një qëndrim të tillë nga ana e qeverisë.